3 maj. Si të kërkosh falje. Ai është besnik dhe i drejtë që të na falë mëkatet. E pari Gjonit 1:9. Më kujtohet teksa po dëgjoja një nga profesorët e mi në orën e seminarit teologjik, të thoshte se një nga provat e mira për teologjinë e një personi ishte efekti që ajo ka në lutjet tona. Për shkak të asaj që po kaloja, kjo më tingëlloi si e vërtet. Sa po isha martuar me Noel dhe po e bënim zakon të luteshim bashkë çdo mbrëmje. Vura re që gjatë kurseve biblike, ku teologjia ime po merrte formë gjithnjë e më shumë, lutjet e mia po ndryshonin në mënyrë dramatike gjithashtu. Ndoshta ndryshimi më domethënës gjatë atyre ditëve ishte që unë po mësoja t'i përgjërohesha Perëndis mbi bazën e lavdisë së Tij. Filloja me u shenjtërov të emri yt dhe përfundoja me në emër të Jezusit. Kjo do të thoshte se lavdia e emrit të Perëndis ishte synimi dhe baza e gjithçkaje për të cilën lutesha. Çfarë fuqie erdhi në jetën time kur mësova se lutja për falje duhet të bazohet jo vetëm mbi përgjërimin drejtuar Perëndis për mëshirë, por edhe për drejtësinë e Tij, kur konsideron vlerën e bindjes së birit të Tij. Perëndia është besnik dhe i drejtë dhe do t'i falë mëkatet tuaja, e pari Gjonit 1:9. Në dhjatën e re, baza e gjithë faljes për mëkatet zbulohet edhe më qartë nga si ishte zbuluar në dhjatën e vjetër. Por baza, pra, përkushtimi që Perëndia ka ndaj emrit të Tij, nuk ndryshon. Pali na mëson se vdekja e Krishtit demonstron drejtësinë e Perëndis në faljen e mëkateve dhe lartëson drejtësinë e Perëndis kur drejtëson të pabesët që mbështeten në Jezusin dhe jo në veten e tyre. Romakëve 3:25-26. Me fjalë të tjera, Krishti vdiq një herë për gjithmonë për ta lartësuar emrin e Perëndis në atë që duket si një shkelje e rëndë e drejtësisë, shfaqësimi i mëkatarëve fajtor thjesht për hir të Jezusit. Por Jezusi vdiq në atë mënyrë që falja për hir të Jezusit të jetë e njëjtë si falja për hir të emrit të Perëndis. Nuk ka asnjë shkelje të drejtësisë. Emri i Perëndis, e drejta dhe drejtësia e Tij janë lartësuar në vetë veprën e sigurimit të një flijimi të tillë që e nderon Perëndin. Siç tha edhe Jezusi kur u përball me orën e fundit, tani shpirti im është i tronditur, dhe çfarë të them? O Atë, më shpëto nga kjo orë, por për këtë erdha në këtë orë. O Atë, përlëfto emrin tënd. Gjoni 12:27-28. Kjo është pikërisht ajo që ai bëri, që të mund të ishte i drejtë dhe drejtësues i atij që beson në Jezusin. Romakëve 3:26.